Ilaçet i mirnin të njëjta me ato që mirnin vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në tokën shqiptare, në trullin shqiptar nuk trajtohej kur ilaç që nuk shitej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sot ilaçet janë nushi doshi doshi nushi. Sot ilaçet janë të skaduara pa efekt, janë mashtrim dhe vetëm mashtrim. Sot ilaçet shpëtimtare për jetën e smurëve me smundje të rënda mungoj. Krim kundër njerëzimit është ky miq. Sepse një lloj si paratë e rrugëve vidhen dhe vetëm vidhen.